Cili prej imamëve është, sipas teje, imami që ti kështu thon po, ty ta jap dorën? Moderatori, siç po e sheni dhe dëgjoni, e pyet hoxhën, cili prej imamëve është që ti si hoxhë do t'ja kishe dhënë dorën, por si viktim e mentalitetit të sektit Hanefi, moderatori gabon kur thot. Po punej pas vdekjes se pejgamberit. Të gjithë mendojnë se pejgamberi e kanë fjalën për Muhamedit, profetin e Kuranit, ka qenë imam dhe ka folur besh vaktin 5 vaktet e mëdha naimit. Të shohim se si do t'i përgjigjet hoxha. Ta shpjegojmë nderuar se fjala imami ka dy kuptime. Po. Një ka kuptimin e liderit. Deri këtu jemi në rregull. Lider udhëheqës duhet me qenë ai i cili ka dije dhe dija lidhet me lajme, informacione apo jo. Ju tani e dini prej meje se fjala imam në rreth fjalës ka një zanore dhe një bashkëtingëllore, elif dhe mim, siç ju informoj çdo herë. Fjala imam vjen për dy gjermave, një zanore, elif dhe m në Kur'an. Dhe kjo moja është me përforcim elif m. Në gjuhën e Kuranit nënës i thuhet Në gjuhën hebreje i thuhet im. Gjuhën shqipe është për feja shqiptarë, shqiptaria kënena pithu vetës imam. Se s'pithu shqip o burë, pres i shqiptarëve, lajmëtori shqiptarë e imam. Pse imam? Imam është arabisht. Jo, nuk është arabisht. Çka është? Nuk është arabisht. Fjala imam nuk është arabisht, është si fjalë ekziston edhe në gjuhën tonë shqipe, edhe në gjuhën hebreje, edhe në gjuhën arabisht fazletësuar. Për shembull, kemi kemi in edhe kemi am. Po. Pra, fjala imam ka kuptim edhe shqip, por le ta shohim se çfarë thot hoxha i kombit të sultanit. Udhëheqësit. Udhëheqësit klerik, Jo, udhëheqësit edhe politik. Kuptimin fetar. Që ta shpjegoj se kjo temë është shumë komplekse. Edhe keq kuptohet shpesh. Sidomos në kampin e shijave. Keq kuptohet kjo. Pra, kjo temë keq kuptohet keq në kampin e shijave, por nuk tregon se ky në cilin kamp është, sepse këta të sektit Hanefi të gjithë janë në kampin ku bëhen hisetar në pronën e Ilahit, janë në këtë dynja me i gjikuar të tjerët në besim qasje, dhe si duhet të ndihen njerëzit. Por le të shohim se çfarë thot. Fjala imam është nocion, term politiko-fetar, që nënkupton lider edhe politikë dhe shpirtëror. Këtë term e ka pas, këtë titull ka pas pejgamberi. Vetëm pejgamberi. Veç pejgamberi. Fjala imam në Kur'an nuk është nocion term politiko-fetar, por në sektin Hanefi të hoxhës së kombit të Sultan Mahmutit është dhe ashtu e kuptojnë dhe e propagojnë derisa e përveçojnë se imama janë vetëm sekti Hanefi i kombit sunit të Sultan Mahmutit. Ta dëgjojmë në vazhdim siç e kupton hoxha i kombit sultanit fjalën imam. Mas pejgamberit alayhis salam, fatmirësisht këtë term e kanë trashëguar vetëm 4 prej udhëheqësve. Ebu Bekri, trashëgimtar të fronit. Omeri, jo, kanë përzgjedhur, po e kanë luajtur rol. Sigurisht. Mas këtyre 4-ve, nuk ka imam që është, domethënë, edhe lider politik edhe fetar. Edhe fetar. S'ka. Në Kur'an nuk është kështu, fjala imamen. Në kallëzore, vibrio, në Kur'an përmendet 4 herë, në të gjitha ajetet ku përmendet, nuk do të thot lider politik. A jam unë i sigurt? Në këtë që e them, unë nuk them asgjë prej mendjes sime. Unë jap lajmin e Kuranit që ki hoxh nuk mund ta thot nga shkaku se ka pendë, sedden. Nuk ka qasje në frekuencat e Kuranit. Shkoni të ajetin 124 i surës Al-Baqara në përkthim e keni. Unë po të bëj pres imam për njerëzit. Bëhet fjalë për Ibrahimin. Tani pyetja ime është për ju. Ka qenë Ibrahimi lider politik? Ka udhëhequr ndonjë shtet? Ka themeluar ndonjë dinasti apo ka qenë vetëm profet? Ju gjeni përgjigjen vetë.
të jeni sigurt se nuk e kemi një ajet, një frazë që fjala imamen, në këto 4 ajete lidhet me Muhammedin, profetin e Kuranit, që ne ta quajmë imam, sikurse nuk e quajmë as haxhi, apo jo. Pas ai ka qenë profet nebi, resul i dërguar me risale, që është Kurani, as më shumë, as më pak, ku edhe ai ka ndjek diktatin e Ibrahimit, ju vetë në uljen e rekatit 2 të salatit e përmendni emrin e Ibrahimit, apo jo, kama sallekte ala Ibrahime o ala ali Ibrahim inneka hamidun mejid, kama barakte ala Ibrahime o ala ali Ibrahime inneka hamidun mejid. Dyher tjera fjala imamen përmendet me emrin e Musa. Shkupi është emër arthi, emri i vërtet është Musa, hel e take hadithu Musa. Wa min qablihi kitabu Musa imaman rahme. Dhe para ti, libri i Musaut imamen, libri imamen wa rahme dhe mëshirë. Kjo frazë kështu ka ardhur 2 herë në të Kuranin. Gjithashtu e kemi edhe 1 herë ku kjo frazë ka ardhur imamen, flet për imamin e shqiptarëve. Po mos e merrni shumë kështu për zemër. Flet edhe për juve dhe për të gjithë ata që duan të jenë të devotshëm. Shqyr Zotit, që Zoti po mi pranon thirrjet, Zot pranon mi thirrjet, që numri i ynë shtohet mbi këtë numër që na i ka dhënë. Unë po e jap fjalën, lajmin e Kuranit, jo lajmin tim, Zot. Më bën prej atyre që pendohen, që janë durimtar, që mbështeten te ti. Më ban prej bamisave, prej të devotshmive, dhe më ban prej të drejtave në këste raport me njerëzit tjerë. O gjo, unë nuk do të flasë. Unë pranoj si hoxh i kombit o Sultan Mahmutit, po mos keq përdor xhamien. Përderisa thoni se xhamia është vend ku përmendet Zoti shpesh dhe është paqe ku paqdashtia është në punë. Ta linçojsh profesorin Blerim Latifi, një djalosh që nuk ka kursi jetën e vetë dhe ju ka bashkanxhit ushtrisë lirimtare të Kosovës, është jo mëkat, është më shumë se mëkat, është ajo që ju mbjellni përçarmje vetëm se Blerim Latifi ka mendimin e tij të lirë dhe është i shqetësuar për kushtimisht ta quaj islamin politik, për shkak se unë dhe Blerimi kemi dallimet mëdha. Unë nuk e njoh Blerim Latifin, nuk kam kontakt drejt për drejt me Blerim Latifin. Unë nuk e pranoj zhargonin fjalorin e Blerim Latifit kur thot talibanët dhe vahabit e Kosovës, për shkak se ju e dini që në Kosovë nuk ka as taliban, as vahabit. Por, Blerim Latifi me emrin e tij Latif, që është një emër për emrave më të bukur në pronësinë e Ilahit, në një farë forme mundohet të arrujë një islam tradicional që e ka pas shqiptarët, për dallim nga Tim Shkupi që shënjestër e ka islamin tradicional dhe i thot që është programim fe e tërgjve dhe ju Blerim Latifin e linçoni. Kjo është më shumë se sa mëkat. Pra, përveç që e linçoni, dëgjoj ti vetë çka thua. Unë jam me ushtarin e ushtrisë të Kosovës, edhe nëse ka nejt vish 1 minutë në rafë. Kjo foto është e Blerim Latifit, nuk është e ytja hoxha.
Hoxha i kombit të Sultan Mahmutit reflekto se e bo viktime shërbimeve të huaja, askush nuk të thirr në Evropë me kallëzu ti ders. Ligjerat, kur ti dy lihje nuk e ki me Koranin, ata tirin pikrisht kur ti vëndon shigjeta dhe thika mbi profesorin Blerim Latifi, e ki qartë, hoxh i kombit Sultan Mahmutit. Hoxha, personin e dy që te ke vëndun shënjestër që unë e kam mik kove të funit dhe ka qenë për vizit të organizata jonë, lëvizja bota shqiptare dhe vetë më ka thirë se jam lajmëtar. Jem me udhëheqësin shpirtëror shqiptarëve, me mësuesin shpirtëror shqiptarëve, me lajmëtarën e shqiptarëve. Tim Shkupi, faleminderit. Unë jam vetëm një njeri shumë i thjesht, besher, sikur se jeni edhe ju, më va dhënë lajmin e sokë që shusht Koran pa manipulime. Por, ta quish komandant Feniksi, njerin ushtrisë lindore të Kosovës, Greko, fil, Sërbo fil, vërtet hoxha i kombit Sultan Mahmutit nuk mban. Edhe me Basri Bekën kemi dallimet mëdha në pikpamje, pavarësisht se kemi miqësi, për shkak se tërë bota e di se nuk pranon që ka islamofobi, se islami si ideologji nuk më jep mu frikë. Unë çdo herë tham, ka muslimanofobi, se një musliman si ti, hoxha, ja jep frikën secilit që dëgjon matlotin tanë mashtrues kur ligjeron dhe dëgjojnë sot në rrjetet sociale të gjitha ata që flasin shqip ose takohen me zonin tanë. Hoxha, biri vetit mas pendohu, reflekto se edhe Basri Beka, edhe Blerim Latifi kanë të drejtën e tyre me shfaq se kush janë mendimin e tyre të lirë që nuk shënjestrojnë keq dhe me gjuhë linçuese, si që ban ti nga një tempull që e quan tempull besimit për Zot. Hoxha, nuk e keni besimin në rrugën e duhur të tolerancës religjioze. Ti e vetëm sektari i sektit Hanefi që quhet Suni, që mbron vlerat e kombit Sultan Mahmutit. Pra, si Blerim Latifi, si Basri Beka, si unë, si të gjithë shqiptarët, sikur që është me një këngë, vetë Adem Jashari, gjaku i Skënderbeut, ti hoxha nuk e guximin me dalë me thonë se je i kombit Gjergj Kastriot Skënderbeut. Si Blerimi, si Basria, kur flasin kanë drejt më shqetësu. Hoptazi ta ka thonë Basri Beka, jam islamofob se dua vendin tim. Jo që është kundër besimit në Zotin jo, jo që është kundër besimit islam. Prandaj hoxha, reflekto më herët se mjerë ata që shkojnë te Zoti, te Ilahi me hak të huj. Ti e në hakun e Blerim Latifit, në hakun e Basri Bekës. Pra, shqiptaria jonë, feja jonë, nuk ka nevojë që kam ju pengu juve të kombit të Sultan Mahmutit, ne ju kem pranu, ju jeni pjesë e jonë, ne jemi pjesë e juve, jetojmë bashkë nga nxenjë një diell në lagë, një pik ujë i shërt. Por mos merrni, mos merrni në dorë. Kam gjikun se ju nuk jeni dhe nuk keni me qenë kur hisetar në pronën e Zotit, në pronën e Ilahit. Ju çfarë do që mendoni, çfarë do ondra që sheni, mund të na nxjerrni pak punë. Por, si që më thonë, asa ka fitu Haxhi Qamili, keni me fitu edhe ju.